Në një përpjekje të re diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, delegacionet e nivelit të lartë nga Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur bisedime të martën në qytetin port të detit Kuq, Xheda, në Arabinë Saudite. Takimi u zhvillua në një hotel luksoz, ndërsa gazetarët kanë mundur të shohin për pak momente delegacionet në sallën e takimit. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, është pari buzëqeshur përpara mediave, ndërsa zyrtarët Ukrainas kanë qëndruar më të rezervuar. Bisedimet po ndodhin në një moment kritik, teksa Rusia raporton një valë masive sulmesh me dron në të paktën 10 rajone të saj, me bilancin e një të vrarë dhe 18 të plagosurve. Mbrojtja ajrore ruse pretendon se ka rrëzuar 337 dronë ukrainas gjatë natës, por zyrtarët e Kievit dhe ata amerikan ende nuk e kanë komentuar situatën. Këto negociata vijnë pas një diskutimi të ashpër mes presidentit të Ukrainas, Volodymyr Zelensky, dhe presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Ukraina pritet të propozojë një armë pushim që përfshin detin e zi, duke siguruar lëvizjen e sigurt të anijeve, ndalimin e raketave me rreze të gjatë që kanë goditur civilët dhe lirimin e të burgosurve. Takimi në Arabinë Saudite sinjalizon një përpjekje të re për diplomaci, por mbetet e paqartë nëse mund të çojë në ndonjë përparim konkret për përfundimin e luftës më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore.